Nëse do kisha një për kufizim të mbyllur të gjithë bashkëbisedimin. E kam një shumë të shkurtër, dhe jo në lidhje me farmaceutikën, në lidhje me gjithë jetën. Një shprehje që unë e them gjithmonë, nëse s'mund të bësh mirë, mos bëj keq. Shumë e bukur. Shumë e bukur dhe në jetë, në përditshmëri, në familje, në shoqëri, në komunitet. Unë e shikoj shumë të vyer këtë fjali. Sepse shpeshherë ndoshta edhe pa dashje mundohemi që të flasim diku, të japim një mendim diku, të gjykojmë diçka, por që ndoshta nuk është mënyra e duhur. Ndoshta e lëndojmë dikë, ndoshta ndikojmë diku. Dhe gjithmonë edhe unë personalisht përpiqem që mundohem të bëj mirë. Mundohem që të ndikoj diku që është për mirë. Ndoshta se gjithmonë në dorën tonë, ose kemi të pamundur të bëjmë mirë, por që mos të dëmtojmë njerëz, që mos të bëjmë keq, sidomos në profesionin tonë. E kemi për detyrim dhe kjo duhet jetë pa diskutueshme. Mos dëmto, mos bëj dëm. A mundesh bësh mirë? Nëse mundesh, perfekte.